dhe mirë se erdhët në episodin e 7 të podcastit Safe Cons, një hapësirë dedikuar konsumatorëve, dedikuar tregtarëve, por njëkohësisht të gjithë detyrimet që ka shteti shqiptar në kuadër të procesit të integrimit. Ky podcast është pjesë e projektit Shoqëria Civile në Veprim në përpjekje të koordinuara për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, që aktualisht po zbatohet nga Qendra e Konsumatorit Shqiptar në bashkëpunim me Antark, me mbështetjen e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ashtu sikurse kemi premtuar dhe në episodin e parë, sot do të flasim për një temë shumë interesante, që përfshin jo vetëm konsumatorët, por i përfshin ata në këndvështrimin e tregtarit. Si e perceptojnë konsumatorin tregtarët shqiptar? A janë tregtarët shqiptar të informuar në lidhje me detyrimet që kanë në kuadër të procesit të integrimit? A kanë ndjeni për standardet dhe njëkohësisht a ekziston fenomeni i diskutuar dhe shumë i debatuar në fakt ndërmjet konsumatorëve dhe ekspertëve në lidhje me mundësinë e prodhimit me 2 standarde? Jam e lumtur që kam në këtë podcast sot zotin Alban Zusi, drejtori i përgjithshëm i Shoqatës së Industrialistëve Ushqimor. Mirë se erdhët. Faleminderit. Të njëkohësisht industrialist ja tregtar. Okej. Interesante. Në fakt ndoshta do na duhet që ta diskutojmë diferencën ndërmjet tregtarit dhe industrialistit. Tjetër ka diferencë goxha të madhe. Mund ta fillojmë me këtë. Interesant. Tregtari është dikush që del, bën një investigim të produkteve, gjen një produkt që mendon se është i duhur, del në treg me të. Po pati sukses vazhdon, po s'pati sukses lë atë produkt, merr një tjetër, nuk ka bërë shumë investime dhe në fundit është duke menduar për të akumuluar të ardhura, të cilat i përdor, dinej se si i përdor. Ndërsa industrialisti është një person i cili për të dalë në treg duhet investoj shumë, duhet investoj në një industri prodhuese, të cilën ai nuk mundet pastaj të heqë dorë prej saj në qoftë se produkti nuk i del me sukses, pra ai nuk mundet të thojë kisha fabrik makaronash dhe po e bëj fabrik djathit. Okay. Ka shumë përgjegjësi për produktin e tij, ai është shumë i lidhur, është i lidhur gjithjetër me produktin e tij, me brandin e tij. Dhe në këtë kontekst ai ka shumë më tepër përgjegjësi për gjën që bën para konsumatorit, sepse një gabim i hedh në erë investimin e gjithë jetës, një gabim dhe për më tepër gabime bëhen, problemet ndodhin, absolutisht, edhe kompani jashtëzakonisht më të konsoliduara kanë dështimet e tyre. Por mënyra se si e përballon transparenca me cilën ti qasesh para konsumatorit, është ajo që mundet që dështimi i caktuar të kthehet ndoshta edhe në sukses, sepse konsumatori arrin ta kuptojë sinqeritetin e sjelljes dhe arrin ta kuptojë edhe hipokrizinë e sjelljes. Dhe përgjithsisht unë besoj në gjykimin e shumicës, që shumica në përgjithësi arrin të gjykojnë në mënyrën e duhur. Por gjithmonë kur industrialisti, kur prodhuesi ka qasjen e duhur, ka qasjen e ndershme dhe transparente. Në këtë kontekst, të jesh industrialist është një dhimbje e madhe kokët, sepse thash tregtari ka shumë më të thjesht punën, tregtari e din me sa e blen, e din me sa e shet, ka një marshë të caktuar aty, ka një staf të reduktuar, nuk ka probleme me cilësinë e tjerë, sepse këto probleme i ka industrialisti, ja faturon atij, nuk më bëri produkti, ja kthen paletën mbrapsht. Ndërsa industrialisti është ai që duhet i zgjidhë problemet. Kur i del problemi, ai duhet ndoshta nuk e zgjidh dot me resurset e tij, ai ndoshta duhet shkojë edhe pranë një qendre kërkimi shkencor, duhet shkojë pranë një laboratori, duhet shkojë ndoshta edhe jashtë shtetit për të kërkuar rrënjët e problemit e tjera. Kështu që në këtë kontekst është një detyrë shumë e vështirë, por nga ana tjetër industritë prodhuese janë ato të cilët nga njëra anë ofrojnë punë cilësore, vende pune cilësore, ofrojnë rritjen e vlerës produkteve dhe të ekonomisë, por nga ana tjetër janë ato të cilët në fakt i ofrojnë konsumatorit besnikëri më të madhe. Industrialisti, dhe po t'i shohësh të gjithë ato që prodhojnë dhe kanë një brand pas tyre, firmat shqiptare. Kanë një markë. Kanë një markë, jo ato që thonë djath jugu apo bylmet kësaj apo jufka Bylmet përmeti. Bylmet përmeti apo jufka dibret.
por ato që e kanë brend, Po. ato të siguroj që janë duke bërë një punë të jashtëzakonshme mbas atij prodhimi që nxjerrin. Ato kanë një tufë me teknolog, ato kanë laboratore, ato bëjnë analiza, ato bëjnë trajnim të personelit, trajnim të stafit. Pse? Sepse e thash, një dështim, një treg, atyri ju kushton gjithçka. Dhe nuk është çështja se Vetëm ti patë një dështim, nuk është çështja se ti patë një dështim dhe okay, një palet me mall tu kthye mbrapsht. Pra, një lot. Një lot. Ty në qoftë se të bie prodhimi, të bie me 10, 20, 30%, ti nuk shkurton dot personel. Ti nuk i shkurton dot shpenzimet e tua fikse. Ti mund të punosh një javë, 2 javë, një muaj me prodhim të reduktuar për shkak të një dështimi që mund të kesh pasur apo një publicitetit negativ që të është bërë në treg. Dhe ty ndërkohë janë rritur kostot në mënyrë të tilla dhe ti nuk ke humbje atë parti malli që të doli, por ti ke humbje për një periudhë të caktuar kohe në tërë zinxhirin. Në tërë zinxhirin, sepse ti nuk ndalon dot. Ti nuk e mbyll dot fabrikën. Ti nuk i shkurton dot punëtorët, ti nuk i heq dot teknologët. Pse? Sepse ty tra prodhimi për shkak të dështimit. Atëherë cila është mënyra më e mirë për të mos i pasur këto historira? Investo sa më tepër gjatë kohës që ti prodhon. Investo në kërkim, investo në testime, investo në laborator, investo në quality management, në menaxhimin e cilësisë, investo në burime njerëzore dhe je duke hedhur më shumë ditë për ditë, por je duke evituar që në një ditë ti paguash të gjitha këto dhe të paguash më shumë se kaq. Atëherë, me këtë që nisëm podcastin, ju e dini që dolën plotësisht nga skripti, sepse në fakt prandaj është podcast për të qenë jo formal dhe për të shkuar drejt çështjeve, ndoshta duhet bijem dakord të dy bashkë që në termin tregtar, për shkak të terminologjisë ligjore tek ligji për mbrojtjen e konsumatorëve, por dhe në tërësi të përfshijmë të gjithë kategoritë e individëve, ose nëse doni, po, edhe prodhuesit dhe importuesit dhe eksportuesit, edhe industrialistët, edhe pa perceptuar vetëm tregtarin e vogël, pra ai që është shitësi i vogël me pakicë ka. Jo, s'është vetëm i vogël tregtar, ka edhe tregtar shumë të mëdhenj, por po, në terminologjinë nuk identifikojmë dot kollaj me tregtarin. Më pëlqen me qenë shumë më sfidues ndaj vetvetes. Tani duhet të bijmë dakord. Industrialist apo tregtar? Industrialist. Industrialist. Okej, duhet të ndryshoj gjithë. Sepse do ta fillojmë pyetjen në fakt e diskutimin me atë që është baza një marrëdhënie që qëndron në themel të ekonomisë së tregut, marrëdhënia ndërmjet tregtarit dhe konsumatorit, industrialistit dhe konsumatorit, industrialistit dhe blerësit, si të doni e quajmë. Dhe praktikisht mbi bazën e këtyre marrëdhënieve, ju dini që përcaktohet kërkesa, përcaktohet oferta, vendoset çmimi i tregut, ka komponentë sikurse është ekonomia e lirë, konkurrenca e ndershme, apo ju e përmendet pak koncepti i brandit, i markave të tjera. Do ta filloj nga pyetja e parë. Si e shohin tregtarët, prodhuesit, importuesit, industrialistët konsumatorin shqiptar? Në çfarë këndvështrimi dhe si e vlerësojnë ose a mund ta gjykojnë dot se sa besim kanë konsumatorët tek ta? Janë dy pyetje, zgjidhni këtë dot. Meqense se po flasim për dy kategori, tregtar dhe industrialist, të cilët janë të ndarë. Unë po përpiqem me dhanë perceptimin tim edhe për tregtarin, ndonë se unë nuk jam tregtar dhe në qoftë se diçka nuk e kam të saktë, ju kërkoj ndjes edhe tregtarëve edhe konsumatorit. Për pjesën e industrialistit jam i saktë në ato që thënë dhe mbaj përgjegjësi për to. Por tregtarët përgjithsisht janë njerëz të cilët përpiqen të zgjedhin produkte të cilat i njeh tregu, sepse e kanë bërë historinë industri që janë mbas tyre, dhe nuk kujdesen shumë se si do shkojnë te konsumatori, sepse ky është produkt, nuk po përmendim emra, ky është produkt, njerëzit e njohin, konsumatorët e njohin, ky shkon vetë e shportës së mallrave që konsumatorët shportës, dhe tregtarët sipas meje nuk është se kujdesen shumë për të sqaruar konsumatorin, sepse tashmë ato shkojnë e zgjedhin, e kanë avantazhin, duke qenë se ato një magazin dhe ca makina transportit kanë. E kanë avantazhin që në qoftë se një produkt nuk ju funksionon, shkojnë e marrin atë produktin tjetër që ju funksionon. Një produkt zëvendësues ose nga një industrialist tjetër ose prodhues tjetër. Dhe në këtë kontekst unë mendoj se ato janë një çik më të relaksuar ndaj detyrimit për të komunikuar me konsumatorin e tyre. Sepse këtë punë e ka bërë brendi, të cilin e ka krijuar
prej 10 vitesh dikush tjetër. Në treg, natyrshëm që nuk ka vetëm këto lloj brendesh, janë edhe produktet shqiptare, janë edhe prodhimet shqiptare të gjitha kategorive, nga ai që prodhon me gruan e me fëmijën në shtëpi deri tek ai që ka një fabrikë, një industri të tërë. Dhe këto kanë një detyrim tjetër ndaj konsumatorit, kanë detyrimin për t'ia përcjell konsumatorit në radhë parë për t'i përcjell siguri. Kjo është aja. Unë në çdo lloj pune që bëj, mendoj se gjëja e parë që ka konsumatori, dhe tashmë kthehem tek karrikja e konsumatorit, gjëja e parë që unë shoh tek një produkt është siguria. Sa i sigurt është ky produkt për ato gjëra që ka. Mund të jetë një mjet, mund të jetë një pajisje, mund të jetë ushqim. Pra produkt ushqimor ose jo ushqimor. Produkt ushqimor ose jo ushqimor, në radhë parë dua të jemi sigurt dhe dua të di që ato çfarë thuhen, ato janë aty. Pastaj vjen edhe ana e karakteristikave, e funksionalitetit produktit, e dobishmërisë produktit, e shëndetshmërisë së produktit, kur flasim për produkte ushqimore. Përsëri edhe këtu ka shumë rëndësi që të kujdesemi, flas tashmë si prodhues, si industrialist, që ne t'ja transmetojmë edhe këto lloj elementesh konsumatorit, por duhet t'ja transmetojmë besnikërisht. Duhet t'ja transmetojmë korrektsisht, në mënyrë shumë transparente, dhe vetëm ato që janë. Duket detyrë e vështirë në raport me konsumatorin që ti jesh i ndershëm me të, dhe sepse është dhe perceptimi i përgjithshëm. Sepse është edhe perceptimi që ndikon në fakt në tërësinë e gjithë situatës. Absolutisht po. Ka një perceptim të përgjithshëm që nuk ka transparencë, po themi. Por unë e them bindje të plot për çdo industrialist, zgjidhja më e mirë, rruga e vetme që të çon drejt suksesit, dhe suksesit të qëndrueshëm, sepse suksesi përkohshëm arrihet edhe në forma të tjera. Por suksesi i qëndrueshëm, për të ndërtuar një biznes që ti ta gëzosh vetë dhe t'ja trashëgosh edhe familjes, është të ndërtosh një biznes ku i jep konsumatorit atë çfarë i thua, atë çfarë i premton dhe atë çfarë ai po pret. Në momentin që ti fillon të bën kompromise të pandershme, pra i premton konsumatorit diçka, dhe në fakt nuk je duke dhënë atë, nuk je duke bërë atë. I premton konsumatorit produkt sigurt, por në fakt s'po bën asgjë për sigurinë e produktit. I premton konsumatorit produkt të shëndetshëm, apo ku diun, me një çmim X, me një çmim X, dhe me sasi X, dhe lëviz në këto elemente. Ti lëviz në këto, është çështje kohet kur ti do fillosh të reduktohesh në treg, pra mund të kesh një moment, mund të kesh një shkëlqim, mund të kesh një rritje, pastaj avash do fillosh të reduktohesh, nuk e kupton se çfarë po të ndodh, dhe do vi një ditë që edhe mund të dalësh jashtë tregut fare. Tashmë unë kam aq eksperiencë, aq vite në këtë botën e biznesit, sa kam parë biznese të cilat në momentet caktuara këtu para 20 vitesh, 25 vitesh, wow. Shkëlqim. Një po për shkak të këtyre kompromiseve që ato kanë bërë me veten e tyre, kompromiset pandershme, me veten e tyre në dëm të konsumatorit, avash konsumatori ka filluar të nxjerrë jashtë lojës. Sepse konsumatorin nuk është i paditur, ti mund ta mashtrosh një herë, 2 herë, 3 herë, por pastaj gjërat fillojnë të dalin. Pastaj ke edhe vetë stafin tënd. Unë mund ta ilustroj, në qenë se unë jam njeri i terrenit, i praktikës, kam sipërmarrjet e mia, kam shërbyer për shumë vite si konsulent në biznes, unë mund t'jap raste ilustruese sa dush pa përmendur emra, sepse nuk dua që të duket sikur po i bëjmë reklam dikujt, por unë kam parë për shembull në përmarrje të caktuar që vetë në punë ti nxjerrin sekretet e profesionit. Njerëzit i nxjerrin sekretet, domethënë pavarësisht se ç'tuhet, po themi për industrinë e mishit, por ato janë njerëzit më skrupuloz në pranimin e produkteve të lëndës parë etj, sepse për drejt ato ju japin produktin që prodhojnë vetë, punëtorëve. Dhe nëse produkti që ato e kanë prodhuar vetë, ato e shohin se është prodhuar me një
lëndë parë, jo cilësore, ato nuk e hanë, nuk e prekin me dorë. Kështu që përveç të tjerash, ato kanë edhe merakun, sidomos kur bëhet fjalë për industri të mëdha. Ato kanë merakun që vetë punojësit e tyre mund të fillojnë të përflasin. Por mbi gjithë ato e kanë kuptuar që cilësia të çon drejt suksesit. Një herë ka 20 vite punoja për një projekt të USAID-it dhe u krye një pyetësor, siç bën edhe organizata jote, një pyetësor e konsumatorëve për një produkt të caktuar dhe u pyetën rreth 1200 veta në përgjithë Shqipërinë me telefona. Çfarë brandit ke aktualisht në frigorifer? Dhe gati 90% u përgjigjen për një lloj brandit të caktuar. Dhe kur pasonte pyetja e dytë, po pse këtë? Sepse ky na duket i sigurt. Pra njerëzit nuk than është i shishëm, është i bukur, është është i lirë apo është më tha ishte ndër brendet e shtrejta. Tek siguria. Por të gjithë e preknin me dorë sepse ndjenin siguri. Dhe ajo çfarë industrialisti i mirë bën është që të bëj një produkt që të transmetoj besim të konsumatorit. Në momentin që i ke fituar besimin e konsumatorit, e ke fituar tregun, e ke fituar davan, duhet ta mbash, sepse po se mbajt e hundet. Por nuk ka asgjë më të rëndësishme se sa besimi i konsumatorit. Të gjitha tjera ti fal konsumatorit. Ndonjë dëshim të vockël, ndonjë deviancë në formë, në përmbajtje, në sasi, në elemente të tjerë të ndryshëm, ta toleron. Momentin që ai ka besim tek produkti dhe ka besim sidomos ka besim tek sipërmarrja që është mbas produktit. Sepse koncepti për sigurinë në 30-40 vitet e fundit ka ndryshuar. Nëse deri në vitet 70, mesin e viteve 80, siguria e produktit në gjithë botën flasim për Shqipërinë, siguria e produktit shifej si inspektim final i produktit. Në mesin e viteve 80, fillimi i viteve 90, ndryshoi koncepti dhe kaloi nga inspektimi final i produktit, kaloi në proces, në zinxhir. Dhe u ndërtuan sistemet ISO 9000 etj, të cilët në fakt nuk bëjnë gjë tjetër veç se përpiqen të ndërtojnë sisteme menaxhimit të prodhimit, të cilët në fund fare po u ndoqen ashtu siç ndiqen gjatë gjithë fazave, në fund fare nuk ka alternativë tjetër veç se të kesh një produkt të sigurt, një produkt të mirë. Kështu që për këtë arsye, konsumatori sot në këtë evoluim, sepse ka ndodhur edhe evoluimi i konsumatorit, pa ka ndodhur edhe evoluimi i proceseve të prodhimit. Konsumatori sot mbas produktit, në fakt ai përpiqet me kuptu se kush është. Dhe në momentin që ai fiton besimin që mbas produktit ka një industri të përgjithshme, ka një staf menaxherial të përgjithshëm, ka një industrialist të përgjithshëm, pa diskutim që ai e beson produktin dhe unë besoj se kjo është mënyra më e mirë për të konkurruar, mënyra më e mirë për të bërë biznes. Nuk është as duke bler lirë lëndët e para, nuk është as duke u përpjekur mos me pagu detyrimet ndaj shtetit, nuk është as duke u përpjek me pagu lirë punojësit, përkundrazi, duhen gjetur punojës shumë të mirë, të cilët kërkojnë shumë para, ku t'i gjesh ato njerëz që kërkojnë shumë para, por që i kanë produkt mbas vetes, sepse ai që kërkon shumë para, ai do t'japi. Dhe në momentin që ti i ke bërë mirë gjërat në proces, absolutisht suksesi është aty dhe në fundit ne kemi nevojë për konsumator cilësor. Kemi nevojë për konsumator i cili din ta vlerësojë cilësinë. Po, në fakt. Dhe sikur se ju shprehet në këtë sens, pra konsumatori nuk shikohet nga tregtari, industrialisti apo prodhuesi vetëm si individi final, i cili ti po i sheh një produkt, por në fakt le të themi i përfshihet si një partner në të gjithë këtë proces. Absolutisht. Ajo që unë doja të pyesja në vazhdim lidhet me sfidat që kanë industrialistët shqiptar, prodhuesit, importues, eksportues, tregtarët e mëdhenj në lidhje me procesin e antarësimit. Në fakt sot integrimi në Bashkimin Evropian kërkon standarde dhe cilësi, produkte të sigurta, të tilla që
produktet shqiptare ose të prodhuesve shqiptar apo të industrialistëve shqiptar të konkurrojnë në tregun e përbashkët evropian. Dhe praktikisht Shqipëria ka hapur një sër grup kapitujsh, edhe i fundit që pritet të hapet tashmë në nëntor është grup kapitulli 5. Po, nëse do flasim për konsumatorin, mund flasim për grup kapitullin e parë që është lëvizja e lirë e mallrave, që përfshin kryesisht produktet jo ushqimore, është kapitulli numër 12 që lidhet me sigurinë ushqimore, kapitulli 11 me bujqësinë apo kapitulli 13 me peshkimin, si dhe kapitulli 28. Me sa kam studiuar unë dhe kam parë, të gjithë shtetet që janë anëtarësuar në BE kanë përgatitur biznesin paraprakisht institucionet shtetërore kanë formuar. Por ta nisim nga pika A, ai kanë të qarta industrialistët shqiptar të gjitha detyrimet që do të rrjedhin nga procesi i anëtarësimit, sepse është një proces që përfshin jo vetëm shtetin në fakt, dhe si e perceptojnë të gjithë vetëm nëpërmjet parafrimit të legjislacionit apo institucioneve, po përfshin shtetin së bashku me të gjithë njësitë prodhuese, importuese, eksportuese, po gjithashtu edhe konsumatorët. Sa janë sot të përgatitur industrialistët shqiptar për këtë gjë? Atëherë, Shumë pyetje. jo, kjo është një ndër gjërat që duhet na shqetësoj të gjithë sot. S'po them të na shqetësoj, sepse integrimi në Bashkimin Evropian pa diskutim që është një ndër lajmet e mira dhe të shumë pritura. Pikërisht për këtë arsye, sepse do na ndihmojë të standardizohemi, se çfarë do të thotë zbatimi ose asociimi ose plotësimi i kritereve për të hyrë në Bashkimin Evropian. Nuk është asgjë tjetër veç se zbatimi i standardeve, adoptimi i standardeve të prodhimit, jo thjesht të tregtimit, sepse aty është sfida kryesore tek prodhimi, me standardet e Bashkimit Evropian. Sepse në momentin që ti je antar i Bashkimit Evropian, një ndërmarrje në Laknas apo në Kams apo ku do të qoftë, është identik me një ndërmarrje në Berlin, në Paris, në Rom. Ka një të detyrim. Pra, duhet të funksionojnë në të njëjtën gjatësi valet. Duhet të respektojnë të njëjtat standarde, duhet të kenë të njëjtat kritere për të vlerësuar performancën e tyre, produktin e tyre etj, sepse produkti si i prodhuar në Shqipëri, si i prodhuar në Paris, duhet shkojë te konsumatori me të njëjtat garancira. Sepse në ndryshim nga këtu, në Europë garancit në momentin që shkon në një supermarket dhe prek diçka me dorë për ta bler, ti je 100% i garantuar sepse atje struktura e ka bërë të vetëm. Nuk është si tek ne, që produkti mund të dalë në supermarket i pakaluar fare në asnjë lloj hallke të inspektuese, mund të dalësh shko tani tek tregu i fruta perimeve dhe ti gjen atje me dhjetra, me qindra tonelata produkte që nuk kanë parë kur agronom me sy, apo zooteknik me sy, apo veteriner me sy. Pse? Sepse ato dalin direkt nga dora e një fermerit, i cili mund të jetë njeriu më i ndershëm i kësaj bote, po mund të jetë edhe një hallexhi, i cili për shkak të hallit ka përdorur pesticidin e di shumë e diskutuar. Do nxjerrë gjithçka në treg, mund ta nxjerrë edhe nga ignoranca, mund ta nxjerrë nga padia. Mungesa informimit. Mungesa e informimit, është fjalë e rëndë ignoranca, po mungesa e informimit, mungesa e dijes. Por fakti dikujt që ta këshilloj dhe ta orientoj. Po fakti që mungon dikush që të shërbej si filtr ndërmjet ti dhe konsumatorit, ky është problem. Ky është problem sepse unë kur shkoj e blej produktin në treg, unë presupozoj që pjesë e taksave të mia është edhe pagesa e këtij punojësit të AKU-s apo të veterinarisë apo të bujqësisë etj, i cili ka një minimum detyre për të ma bërë një filtrim produktit para se unë ta prek me dorë. A nëse unë duhet shkoj ta blej tek fermeri, tek fshatari vet diku në tjetër, është gjatë tjetër. Por në momentin që ai është në një treg publik apo në një merkato publike, ai duhet të jetë i verifikuar. Tani këtë punë bën Bashkimi Evropian. Kërkon këto lloj rregullash. Këto lloj rregullash përgjithsisht industritë e mëdha deri diku i din, shumica e tyre i din, ose kanë kapacitetin për të përshtatur shpejt industritë e mëdha. Por ne kemi 90% biznesi që është biznesi i vogël dhe i mesëm. Kjo është pjesa më problematike që ne duhet patjetër të informojmë, janë të pa informuar. Por ne kemi një problem edhe më të madh. Ne kemi problemin që struktura përgjegjëse në Ministrinë e Bujqësisë janë totalisht të paditur në misionin e tyre. Unë kam pas 2-3 takime gjatë 2 javëve të fundit,
më në fund është gjë e mirë që po fillon të jetë më serioz një proces konsultativ për disa ligje, sepse shpesh herë kalonin edhe pa proces konsultativ, ose bëj formalisht, hapej atje në internet një faqe, etj. Konsultimi publik është detyrim ligjor, po. pra për të hapur konsultim. Hapej Edhe një për bizneset nuk është se do rinë gjithkohon duke parë atje, sidomos bizneset e vogla të mesme, ato mund të kenë me 10 sugjerime për të dhënë, me 100 sugjerime për të dhënë, por ato nuk rinë në internet e pa u hap apo su hap ligji për konsultim publik. Bërja fizikisht është një hap pozitiv. Por çfarë konstatojmë? Konstatojmë që njerëzit, teknicienët që janë vënë për të marrë me këtë punë, as nuk ja kanë ide. Ato kujtojnë se parafrimi apo standardizimi për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian është përkthim ligjesh. Pra ato mendojnë se janë përkthim dhe kanë kurrajon, këtyre ju them kurrajo ignorante, sepse nuk mund të them një fermerit që është i pa informuar. Ma vjen ndjem keq me veten time ti them ignora. Po këti që ka edhe një pozicion zyrtar, merr edhe 1 milion lek rrog, ka hyrë edhe me konkurs atje në atë vend punet, dhe thot që nga pika 1 deri në pikën 45 thot nuk mundesh me bë asnjë lloj vrejtje, asnjë lloj ndryshimi, sepse kjo është kështu, si direktiva e Bashkimit Evropian. Po, siç e ka kështu. Ti e njeh terrenin? E ke parë terrenin? E respekton terreni këtë? Jo, mos më intereson fare se çfarë ndodh në terren. E dyta perceptim që i kanë këto njerëz, s'më intereson fare. Unë kam për detyrë me pa ligjin, edhe me parafru dhe me publiku atje, pastaj se mbyllen fabrikat atje s'më intereson fare. Ky është problem. Ky është problem dhe këto njerëz janë njerëz real me emër e me mbiemër në Ministrinë e Bujqësisë. E mund të jenë edhe në për ministri të tjera, po me këtë që në këtë kontekst, do me thënë që të flasim, është një çështje në fakt edhe unë diskutoj shumë shpesh që pavarësisht se kemi një detyrim ligjor që kërkon parafrim, kemi dhe hapësira të tjera, sikurse kanë vepruar edhe shtetet e tjera, që të kërkojnë periudha tranzitore në mënyrë që si rezultati i parafrimit të mos mbyllen ose të mos dëmtohen bizneset të tilla, por të gjehet një mënyrë se si këto biznese, ndoshta këto mund na shpjegoni më mirë, të bashkohen me njëri tjetrin ose nuk e di, të mbështeten nga shteti nëpërmjet subvencionimeve, që edhe pas procesit të antarësimit ata plotësojnë standardet, por nga ana tjetër të vazhdojnë të mbijetojnë. Ka një dyshim të përgjithshëm në fakt që mbas antarësimit brendet shqiptare, për shkak të gjithë faktorëve që u i përmendët, por edhe që i dim, mundet që të le të themi të falimentojnë. Domethënë, a janë shumë të qartë të gjithë tregtarët, industrialistët apo çdo prodhues në lidhje me sfidat që do kenë në të ardhmen? Se si më fal dhe se si informaliteti, sepse kjo është pjesë informaliteti deri në momentin e antarësimit, konkurenca e padrejtë, por nga ana tjetër dhe konkurenca që do kemi nga produktet që do na vinë nga BE-ja, sepse do jemi një treg i vetëm, mund të çojë në këtë gjë? Dëgjoj, pyetja jote kishte edhe ca këndvështrime interesante brenda, dhe siç ishte kjo e informalitetit. Që nuk ma kanë bërë të tjerë dhe në fakt duhet trajtuar edhe kjo, sepse edhe çështja e informalitetit mund të jetë një ose masat për të ulur informalitetin mund të jenë një ndër faktorët që mund të na ndihmojnë për ta përshpejtuar parafrimin me standardet e Bashkimit Evropian. Por, për të përgjigjur në mënyrë të drejtë për drejtë pyetjeve tuaja, jo, bizneset nuk janë të informuar. Nuk e dinë se çfarë i pret. Nuk e dinë se kjo është punë standardesh. Ato kujtojnë se janë ca ligje atje, por në fakt ato ligjet janë për standardet e prodhimit tyre. Pra ti duhet prodhosh, por duhet 1, 2, 3, 4, 5 gjëra ti bësh. Dhe që ti bësh të 1, 2, 3, 4, 5 gjëra e para punës duhen ca resurse ekonomike, sepse një pjesë e tyre do kërkojnë investim. E dyta duhen resurse njerëzore, sepse ti duhet të punësosh njerëz, sepse nuk mundesh ti me një arsim të caktuar që i ke mësuar se si bëhet një produkt i caktuar, por për të plotësuar këtë standarde do të duhet kimisti, do të duhet teknologu, do të duhet inxhinieri mjedisit, do të duhet inxhinieri mekanik, inxhinieri elektrik. Do të duhet një seri njerëzish të cilët duhet t'i ndjekin profesionalisht disa gjëra dhe qoftë edhe fizikisht duhet plotësojnë letra. Duhet bëjnë dokumentacion, sepse ti nuk mund t'i thush, nuk mund shkosh atje para inspektorit BE-s se ti bësh be për kokën e fëmijëve që ti e ke bërë mirë. Ti duhen dokumenta.
Kontrolli nuk para është thuhet, kontroll unë dokumentar. shkoj në xhami apo në kish, unë vet dorën në Kuranin, në Bibël që unë prodhoj në mënyrë korrekte. Aty duhen letra, duhen dokumenta. Dhe qoftë edhe fizikisht për t'i plotësuar këto dokumenta duhen njerëz. Po këto njerëz edhe duhen trajnuar. Po. Ndër të tjera ti duhet të trajnosh gjithë stafin. Dhe të gjitha këto kërkojnë kohë, kërkojnë edhe para. Po kërkojnë edhe informacion, kush dinte ta bëjë këtë punë, sepse në një moment të caktuar, kur industritë do vjen përballë presionit që duhet ta bëjë, Patjetër. ose sot ose nesër do jetë mbyllur, Do jetë shumë e shpejtë. do jetë një problem shumë i madh se ato s'do dinë ku ta gjejnë mbështetjen. Ato mund t'i kenë parat, do t'i gjejnë parat në një mënyrë ose në një tjetër. Po themi do ja japi edhe shteti parat, kur ta shohë se gjërat, kur ta shohë se po vjen veza për dal. Por do kenë parat, do dinë ku ta gjejnë zgjidhjen. Resursin, njerëzit. Sepse duhen ngritur edhe resurset përgatitëse, resurset njerëzore, konsulente për ta dhënë zgjidhjen. Në fund fare do përfundojnë pastaj në përdur sharlatanësh. Ose do marrin ekspert të huaj që do t'i paguajnë shumë. Ajo puna e ekspertit huaj do jetë thik me dy presa pastaj, sepse ato do vinë, ato do flasin me një gjuhë të drujtë, se do kenë parasysh, do mendojnë se po flasin me njerëz siç flasin atje. Këto nuk do i kuptojnë, këto do i thojnë what, edhe do jetë historinë vetë ajo. Prandaj duhet që të ketë në radhë parë të ketë një bashkëpunim shumë intensiv. Mund t'ju duket këtyre zyrtarëve që janë ngarkuar për të marrë me këtë punë, mund t'ju duket sikur zëra si puna e zërit ton, apo edhe disa kolegëve tjerë tanët janë zëra që ju gricin paksa veshin, por në fakt do t'ju visi muzikë mbas sa vitesh, në qoftë se ato do na dëgjojnë sot. Mbas sa vitesh zëri jon do ju duket muzikë shumë e bukur, sepse do dalin faqe bardhë, ose do fillojnë mbajnë përgjegjësitë e tyre. Sa do mbajnë përgjegjësi teknicienët, sepse përgjegjësisht kosot pastaj do i marri politika, do i marri qeveria. Për këtë arsye qeveria duhet të fillojë t'i fusi në brazd këto teknicienët e vet që ka poshtë, që thash janë me emër e me mbiemër, që thojnë s'ma ndjen mu se ç'a ndodh me biznesin. Hapet, mbyllet, unë thjesht do përkthej këtë dhe do e çoj. Po, produktet e biznesit do të konsumojnë, se unë në momentet caktuara këtu them të gjithëve. Nëse ju sot jeni industrialist për një fushë X, në një fushë tjetër jeni konsumator. Absolutisht. Ashtu nëse ai sot është teknicien ose punon në administratë publike, patjetër që konsumon njësoj si ne. Pra është një proces, është një rrjet vicioz ku të gjithë jemi të përfshirë dhe le të themi nëse bëjmë këtë këshillimin, informimin, takimin, e ulim deri diku në nivelin, deri aty ku na lejon sigurisht BE-ja, por dhe shoqëria shqiptare, do ta kemi më të lehtë që gjërat të ecin paralelisht. Pra jo të parafrojmë ligje, dhe pastaj të lëm këto dy hallkat ku do zbatohen konsumatorin dhe prodhuesin, industrialistin apo tregtarin këtu mbrapa. Kjo kategori njerëzish janë nga ato njerëz që punën e tyre e bëjnë në mënyrën më të keqe të mundshme, ndërsa për gjërat e tjera ka fajin shteti. Pra këto njerëz nuk e kuptojnë që për atë segment ku ato janë ato shteti. Dhe nuk ka shtet tjetër. Nuk mund të jetë kryeministri përgjegjës për parafrimin siç duhet të ligjit për menaxhimin e shëndetit kafshëve, po themi, apo për ligjin e ushqimit, apo për ligjin për inspektimet zyrtare të ushqimit. Nuk është kryeministri drejt që e mori, nuk është as ministri. Nuk munden ato. Janë këto njerëz teknicien. Këto janë shteti. Mirë, po këto njerëz përgjithsisht preferojnë të thanë, shteti. Dhe në fakt atë pjesën e shtetit që ato e kanë në menaxhim ato nuk e bëjnë. Po çfarë bën industrialisti në këtë rast? Ne përpiqemi me bë sa më mirë atë pjesën që ne kemi vetë. Unë në tregun vendas, produktet që i hedhi Ersida, unë i bëj analiza në Itali, edhe në Francë, edhe ndonë se janë produktet të cilat disa prej tyre, po themi, mund çuditesh, janë fertilizant. Janë ushqys për tokën, që s'din me fol asnjëri, se toka s'din me fol. Unë mund t'i jap gjithçka atij fermeri. Por e din që 70-80% analizave të atij produkti unë i bëj në Itali o në Francë. Bëj edhe në Shqipëri, nuk i vën diskutim, janë të mira. I bëj në institutin e tokave të Fushkrujës, që është institut publik. Ato që i bëjnë mirë, i bëjnë me përkushtim, madje janë të akredituara analizat.
Nuk e di se si i kanë, a i kanë të akredituar apo jo, Sepse unë i bëj sepse kështu e kërkon ligji, E por qartë. edhe i bëj sepse duhet bashkëpunoj me to, më pëlqen që ato të aktivizohen, edhe atyre po u pëlqen kjo gjë, sepse përveç se vetes time i çoj edhe të tjerëve. Por thash është një produkt i cili e ka ndikimin shumë të tërthort te konsumatori, Po ndikon. absolutisht ndikon, por është shumë i tërthort dhe megjithatë unë bëj maksimumin për t'ia bërë analizat. Pse? Sepse në fakt për mua konsumatori është fermeri. Dhe unë dua fermeri të jetë super i kënaqur dhe super i qartë në gjërat që ai po merr prej meje. Dhe unë duhet të jem koshient dhe unë duhet ta kem zërin e plot kur i them konsumatorit tim, që është fermeri, që do përdori produktin tim, që duke përdorur këtë produkt i ke brenda 1, 2, 3, 4, 25 elemente dhe ja ku i ke. Me një analizë nga laboratore ku shteti shqiptar çon analizat e tia më sensitive ushqimore. Unë çoj për të bërë analiza për një fertilizant tokët. Kjo është shumë interesante në fakt, sepse gjatë këtij podcasti, po edhe në gjithë periudhën gush shtator dhe tetor, është diskutuar shumë çështja e produkteve ushqimore, të cilat janë eksportuar dhe që kanë dalë me nivele të larta pesticidesh edhe elemente të tjerë që nuk do të hyjmë kësaj se nuk është ky tema e diskutimit. Por tema e diskutimit është që në këtë rast për këtë lloj produktesh, këto prodhues duhet të jenë në dieni që përveç se duhet prodhojnë më korrigjoni nëse Saktë. saktë apo jo, duhet prodhojnë sipas standardeve të Shqipërisë, gjithashtu duhet të prodhojnë dhe plotësojnë kriteret pra laboratorike, analizat për vendin ku ata po eksportojnë. Në gjykimin tuaj, janë të informuar, i dinë apo thjesht përpiqen që këta persona ose tregtar, prodhues, industrialistë, e quajmë si të doni, thjesht përpiqen që të zënë një vend në tregun rajonal ose në tregun e BE-s. Dhe pastaj me një kosto shumë të madhe, sepse realisht duke qenë që publikohen në faqe sikurse është rasti, le të themi në një farë mënyrë ndikon, si e gjykoj unë, edhe në imazhin edhe të atyre tregtarëve apo prodhuesve apo eksportuesve të tjerë të cilët janë shqiptarë. Pra vën në çdo rast, çdo ngarkesë e tillë vën në pikpyetje imazhin tuaj të përgjithshëm, më lejoni ta quaj kështu. Atëherë. Një të gjitha ato probleme që vinë për sa i përket produkteve fruta perime, dhe të cilat paraqesin edhe rrezikshmëri për shëndetin tonë herë më parë, por që po na krijojnë edhe dëmtim të imazhit, vinë për shkak të o të plerave o të produkteve mbrojtëse që janë pesticide, herbicide që quhen. Edhe të tokës në ca raste, rastet e fundit kanë provuar edhe nga Toka ndotet nga këto produkte Okej. që i hedhin. Ndotet nga plehrusi që ne i hedhim. Ndotet edhe nga ujërat, ujërat nëntoksore, të cilat vinë për shkak të menaxhimit skandalos të mbetjeve, që përsëri është çështje e të njëjtit sistem, e sistemit të AKU-s dhe të veterinarisë, të cilët lejojnë groposje të mbetjeve, veçanërisht atyre me origjinë shtazore. Ato i groposin, sepse e kanë në mentalitetin e tyre të çmendur që groposin është mënyra më e mirë e azgjësimit. Ato shkojnë nëpër ujëra nëntoksore, shkojnë nëpër puset e fermerëve, dhe fermerët apo nëpër lume, dhe fermerët pastaj me ato spërkasin dhe ndosin edhe produktin edhe tokën. Por shumica vinë nga plehra që vinë. Dua të jem ekstremisht i gabuar dhe do kërkoj falje shumë të madhe publike, në qoftë se dikush do më vinte në dispozicion publikisht një analizë të bërë jashtë shtetit të gjithë këtyre plehrave që vinë nga jashtë. Asnjëri nuk i ka shkuar në përmend të bëjë një analizë jashtë shtetit. Madje edhe brenda vendit kam përshtypjen se ato nuk bëjnë analiza. E pra, ato nikelrat e tjerë që u gjendën krejt papritur në mes të Shqipërisë, nuk është se u gjendën pranë minjerave apo ish minjerave të nikelit, ato nuk kanë asnjë lloj alternative tjetër për të ardhur, përveç se nga fertilizanti, nga plehu. Dhe as vetë tregtarët, por as institucionet publike nuk kërkojnë që të bëhen analizat të këtyre produkteve. Thash, unë kam pothuajse bindje që nuk ka një prej këtyre produkteve që të jetë analizuar ndonjëherë. Ndërkohë, unë kam 2 vjet që jam në treg me këtë dhe mund të kem mbi 20 analiza të bëra vetëm jashtë shtetit, pa llogaritur analizat që bëj thash tek Instituti i Fushkruajës, por vetëm jashtë shtetit për të demonstruar se çfarë ka produkti im, natyrisht më bëj edhe për përgjegjësinë ndaj konsumatorit,
ndaj klientit tim, po e bëj edhe për marketing. E bëj edhe për të pasur besim kur promovoj produktin tim. Dhe fakti është që aty ku unë çoj produktin, kanë kosto më të ulta, kanë prodhim më të lartë dhe përdorin 40-50% më pak pesticide. Për shkak të karakteristikave dhe specifikave që ka dhe përmirësimeve të vazhdueshme. Ne kemi një skuadër me 4 veta kërkues shkencor. Kemi laboratorin tonë dhe 4 kërkues shkencor, njëri prej tyre amerikan. Pse e bëj? Kam para tepër? Jo. Përkundrazi. Vim nga një krizë e thellë ekonomike që na shkaktoi rënja e euros. Por unë besoj që strategjia më e mirë për të qëndruar në treg është t'i japësh konsumatorit një produkt super sigurt dhe super funksional. Po bëre maksimumin për t'i dhënë konsumatorit produkt të mirë, është e sigurt që konsumatori do të ta kthejë me blerje edhe me besnikëri. Po kjo është për objektiva dhe strategjia fallçate. Këtë duhet bëj çdo industrialist. Pastaj fito pak sot, por ke një qëndrueshmëri për ta fituar në të ardhmen. Fito besimin e konsumatorit. Kur ke fitu besimin e konsumatorit, e ke fituar betejën e biznesit. Ka shumë pyetje dhe shumë çështje për të diskutuar, por një nga çështjet që konsumatorët pyesin gjithmonë është koncepti i prodhuarit me 2 standarde. Ne të paktën të dy bashkë edhe në takimet informale që kemi pasur gjithmonë e kemi diskutuar këtë gjë dhe kudo diskutohet. Pjesa më e madhe e qytetarëve dhe konsumatorëve mendojnë që të gjithë prodhuesit shqiptar, specifikisht industrialistët që kanë një brand, prodhojnë me 2 standarde, sipas cilit një standard për ta shitur në Shqipëri, i cili po flas gjithmonë në gjuhën e konsumatorit, sepse më duhet që të shkoj tek konsumatori dhe ky podcast i drejtohet atyre dhe ju pse jeni ftuar sot si industrialist ne sërish shkojmë tek këto dy palët. Pra konsumatorët mendojnë që këta industrialistë që kanë një produkt me një brand, po quajmë një markë, prodhojnë standardin e parë për ta shitur brenda vendit, i cili është një standard më i ulët. Ky është perceptimi i përgjithshëm. Me një standard me produkte të tjera që prodhojnë me një standard tjetër për ta eksportuar. A kemi sot mundësi të themi konsumatorit shqiptar që kjo është një perceptim apo? Ky është një perceptim. Ersida, përgjithsisht nuk preferoj me fol me perceptime, sepse pastaj filloj me futemi tek thashë theme. Megjithatë, unë nuk mundem të mos e pranoj historinë e 2 standardeve, por historia e 2 standardeve ka qenë përgjithsisht histori tregtarësh, jo prodhuesish vendas. Tregtarët, dhe ndoshta vazhdon edhe sot, po tregoj me eufemist duke thënë ndoshta vazhdon, sepse besoj se vazhdon. Ku tregtarët shqiptar, të cilët furnizohen nga jashtë, shkojnë e kërkojnë produkt që ka çmim. Dhe atyre ju thuhet që një gjë, po marrin bujqësinë. Kjo fara i ka rënë fuqia mbirëse me 30% sepse ka një vit që është në magazin aty. Sa e ka çmim? E ke gjysmë për gjysmë, por mund të ketë 30% fuqi mbirëse më të ulët, sepse ka kaluar një vit. Okej, rëndësi ka që ka çmim. Dhe ne kemi parë në treg ato dështimet e fermerëve që i kanë mbjell dhe i ka dalë kalliri bosh, pa kokra, ose si ka bërë kalli fare, si ka zënë etj. Shumë vite më parë thuhej, ishin këto lloj historirash që tregtarët shqiptar shkonin kur blinin jashtë, porosisnin, thonin më bëj çmim. Për të bërë çmim, duhet të ul këtë, duhet heq këtë, duhet të ul këtë. S'ka problem, rëndësi ka që të më japësh çmim. Po. Pra maksimizimi i fitimit. Maksimizimi i fitimit. Dhe kjo është një histori e njerëzve të cilët në fakt mbeten pa identitet. Dhe nuk njoh, me të thënë drejtën, në jetën e përditshme, në ato mjedise që unë frekuentoj, ku shkoj, nuk di të kem ngelur të tillë individ në treg. Përgjithsisht janë njerëz që rrin hijeve, skutave, nuk preferohen nga shoqëria dhe rrin anonim. Është ky selektimi që i bën koha vet. Ndërkohë, kur flasim për prodhuesit shqiptar, në mënyrë absolute unë nuk e besoj këtë. Këtu jam kategorikisht që kjo nuk ekziston. Prodhuesi shqiptar nuk prodhon dot me 2 standarde. Dhe nuk njoh prodhues shqiptar që prodhojnë me 2 standarde. Ato mund prodhojnë me një standard, mund mos prodhojnë mirë, qysh tek ai produkti i tyre kryesor që e kanë disa, sidomos bizneset e vogla,
mund mos e prodhojnë mirë për 1000 arsye që ato kanë, mungesa e stafeve, mungesa e vizionit tyre, mungesa e informacionit, fakti që atyre ju duket se po kursejnë për të mos marrë një teknolog, se teknologjia. thot ai teknologu mund kushton 800.000 lekë, po unë kam mësu, thot se si bëhet kjo gjëja, thot. Ndërkohë ai ka Unë e di, por ka ai është resurs teknologu të duhet për 2 herë vit. 2 herë në vit të zgjidh problema ai ndoshta. Gjatë gjithë kohës tjetër ai mund të jetë një punojës shtesë, po themi joti atje. në ato Mund 2 të herë duket si kosto, por me ato 2 herë ai ta ka zgjidh gjithë historinë e vitit dhe të ka rrit prodhimin. Pra, mundet të ketë prodhues që edhe atë që ai e çon produktin e tij premium, mund të mos jetë i mirë, por jo se ai prodhon një produkt mirë dhe një produkt tjetër po e prodhoi të keq se kanë për ta çuar nëpër ca fshatra këtë edhe punë e madhe se ç'është kjo. Pra, sepse teknologjia është e njëjtë. teknologjia është e njëjtë, karta teknologjike është e njëjtë, është Ka çike kosto, vështirë, ka kosto për me bë dy gjëra Diferencë. të ndryshme, me bë diferencën. Dhe pastaj, sidomos kur jemi në prodhim, përveç rastit kur ti prodhon në bodrumin e shtëpisë tënde që je vetëm ti dhe gruaja, që mundesh me e bë atë punë, por po patë 2-3 punëtor të huaj brenda nuk e bën dot. Nuk e bën dot sepse njëri prej tyre do ta nxjerrë fjalën. Se s'bën. Me njërin prej tyre ti do prishesh mas një viti, 2 vitesh, dhe ai do të bëhet artokolanti i gjërave që ti bën atë industrinë tënde. Do të kthehet mbrapsht. Ndërsa tregtarët, thash unë besoj se edhe sot mund të kemi tregtarë të cilët kur bëjnë porosit për hir të çmimit, ato edhe mund të kërkojnë, madje mund t'ja kërkojnë vetë kompanive shitës atje që mos mja fut këtë, bëje këtë, mos përdor atë lëndë parë, por përdor këtë tjetër, mos përdor këtë ambalazh, por përdor këtë tjetrin. E rëndësishme është që të më bësh çmim. Kjo mund të jetë kryesisht tek produktet e importit tash, por në produktet e vendit nuk e besoj. Okej, në një farë mënyrë qetësuam konsumatorët që nuk prodhohet më me 2 standarde ose nuk ka prodhim me 2 standarde. Nga ana tjetër po japim një mesazh të gjithë tregtarëve, industrialistëve, por dhe prodhuesve që të jenë të kujdesshëm. Koha kalon shumë shpejt dhe jemi drejt fundit të podcastit, kisha përgatitur një mori me pyetje të tjera, por është interesante. Ska folur gjatë domethënë. 2 gjëra të vogla. Si është tani duke parë pak edhe nga pjesa e vet industrialistit, si është qasja në raport me rajonin? Ku është tregtia shqiptare në këtë pjesë? Dhe çështja e fundit është që a kemi raste suksesi në rajon, në Europë dhe më gjërë ku brande dhe marka shqiptare janë pranishme, por ndoshta kanë dhe sukses në tregun europian, në tregun rajonal apo dhe më gjërë. Unë personalisht e kam fituar betejën me rajonin. Unë shes jo vetëm rajon, por shes në gjithë kontinentin, shes edhe në kontinente tjera, shes edhe në Azi, shes edhe. Por unë e kam fituar këtë betejë sepse unë kam arritur të hap tregjet e eksportit. Në Shqipëri janë disa industri të cilat në momentin që do ju hapin tregjet jam i sigurt që do bëjnë histori në rajon. Edhe jo vetëm në rajon, por ndoshta edhe më gjërë. Jam i sigurt që industri jo një, po disa industri në fushën e mishit, jo një, po disa në fushën e bylmetrave, jo një, po disa në fushën e përpunimit fruta perime, por që je kanë të përzierë produktin edhe me produkte bylmetit, që sot nuk kanë shanse për të eksportuar. Jam i sigurt që kanë për të bërë histori, jam i sigurt që do futen në rajon, sapo të hapen kufit, sapo t'ju hiqen barrierat burokratike që ato kanë sot, sepse ato nuk eksportojnë dot, ato kanë për të bërë histori. Ndërkohë, unë mendoj se pjesa tjetër pastaj do ketë vështirësi dhe do ketë industri fatkeqësisht kur mos dal kjo fjalë që po them unë, por industritë e vogla mundet edhe të mbyllen. Por është edhe një lloj ligjësie e natyrës, ato mund të mbyllen për të bashkuar me dikë tjetër, mund të bëjnë, po të jenë inteligjent, ato do krijojnë bashkëpunime, mund të bëjnë korporata, mund të bëjnë filiale të dikujt. Për shembull një kompani e caktuar e madhe mund të bëj bashkëpunim, mund të blej ose mund të bashkohet me 3-4 nga këto dhe ti thoj ti do bësh këtë produkt specifik, ti do bësh të tjetrin, ti do më mbulosh këtë rajon. Kjo do ishte gjëja më e zgjuar që ato mund bënin, të bashklidhen pra, sepse kjo ndodh sot në Europë. Janë kompani shumë të mëdha, shumë milionshë që shkojnë duke u bashkuar me njëri tjetrin, shkojnë duke bërë akorde me njëri tjetrin. Ne duhet të mësojmë këto gjëra, këto forma të reja të bërit biznes.
Dhe kjo mund t'i shpëtoj pastaj edhe kompanitë e vogla për të mos dalë nga tregu nëse ato fillojnë në bashkëngjitje me kompanitë e mëdha. Por duhet që edhe kompanitë e mëdha, thëndaset tonat, të jenë të hapura, mos jenë peshkaqen, por të jenë bashkëpunëtor, ta kuptojnë që mund të ndërtohen marrëdhënie fito-fito. Nuk është e qëndrueshme marrëdhënia fito-hum. Pra po fitoj unë dhe të humbasi tjetri. Ose ta dëmtoj. Marrëdhëniet fito-fito janë gjithmonë marrëdhëniet më fitimprurse dhe marrëdhëniet më afatgjata. Dhe unë besoj që bizneset e mëdha, industrialistët e mëdhej të jenë të hapur për të krijuar të tilla marrëdhënie. Dhe kjo mund të ishte shpëtimi dhe mund të ishte edhe kompensimi që ne mund t'i bëjmë situatës së mungesës së informimit të industrive të vogla për përshtatjen që ato duhet bëjnë me tregun. Por e rëndësishme nga pikpamja konsumatorit, sepse e di që ti konsumatorin e ke merak, e rëndësishme nga pikpamja konsumatorit është që konsumatori me implementimin e këtyre standardeve të Bashkimit Evropian, pa diskutim që do jetë shumë më i sigurt, do marrë produkte më të mira, por ka riskun tjetër që mund të humbasin vendet e punës. Pra ti mund të marrësh një produkt më të mirë në treg, por mund të humbasësh vendin e punës. Për shkak se ndërmarrja jote nuk kualifikohet ose falimenton. Dhe falimenton apo mbyllet. Këtë problem ne duhet ta zgjidhim dhe ky është meraku im që ne duhet të marrim çdo gjë të mirë që na vjen nga integrimi, rritjen e standardeve, hapjen e tregjeve, por në të njëjtën kohë duhet të ruajmë atë çfarë kemi dhe mundësisht edhe ta zgjerojmë dhe të krijojmë vende sa më cilësore pune, mos të krijojmë vende punet me 500.000 lekë, me 600.000 lekë, të krijojmë vende punet me 2 milion, me 3 milion lekë. Që të ketë qëndrueshmëri dhe që njerëzit na rrinë këtu t'i shohim njerëzit tanë. Mos dalim nëpër Europë me taku vllajën e motrën. Ky podcast synon në fakt që të nxizet të informoj jo vetëm konsumatorët, por gjithashtu tregtarët, industrialistët apo dhe bizneset. Nga ana tjetër të krijojë një dialog bashkëpunimi ndërmjet le të themi tre hallkave ose tre këndshit, konsumator, biznes apo tregtar, industrialist dhe institucionet shtetërore. Duke ju falenderuar shumë që ishit prezent me ne, që datë disa mesazhe, dërguat disa tërheqjeve ishin, nëse mund ta përdor këtë shprehje, po nga ana tjetër kërkuam që t'i ulim të gjithë në të gjithë palët në tryezë. Zoti Zusi, një mesazh të fundit që doni t'ia drejtoni kolegëve tuaj industrialist, konsumatorit apo dhe institucioneve publike. Kolegëve të mi industrialist do ju thoja sa më shumë investim për produkte të besueshme, për produkte të mira dhe për t'i shpjeguar konsumatorit se çfarë duhet të presim nga produkti i tij. Konsumatorit do i thoja që sa më shumë të kërkojë informacion jo vetëm për produktin, por edhe për kompaninë që po ja ofron produktin, dhe çfarë duhet presim nga ky produkt, dhe çfarë diferencon një produkt nga produkti tjetër. Pra kur të shkojë në stand, të mos shohë vetëm çmimin, por të kërkojë të kuptojë pse është kjo diferencë në çmim dhe pse janë të ndryshme këto produkte dhe çfarë ka karakteristike secili. Në mënyrë që ai të marrë atë më të mirën e vet, por edhe t'i japi vlerësim prodhuesit i cili është impenjuar për të ofruar më shumë tek produkti që ai ka bërë. Institucionet shtetërore duhet urgjentisht, unë jam i sigurt që politika e ka vullnetin, por ato që duhet zbatojnë vullnetin e politikës, ato janë me diferencë shumë të lartë me politikën, dhe për t'i kthyer në kanalin dhe në frekuencën që ato do tonin, duhet t'i detyrojnë të ulen me sipërmarrjen për të konsultuar dhe për t'i bërë në bashkëpunim dhe për të njohur realitetin. Nuk duhet marrin prej tyre vetëm raporte e parafruar me bëm, por duhet marrin raporte cili është realiteti, sa prej këtyre ligjeve që ju po parafroni janë të zbatuara dhe sa përqind janë zbatuara, sa përqind e ndërmarrjeve i zbatojnë ato 10%, sa përqind e ndërmarrjeve e zbatojnë 50% dhe sa përqind e ndërmarrjeve janë 100%. Pra të kërkojnë informacion konkret nga terreni. Shumë faleminderit. Podcasti Safe Cons është pjesë e projektit Shoqëria Civile në Veprim për përpjekje të koordinuara për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit që po zbatohet nga Qendra Konsumatori Shqiptar në bashkëpunim me Antark dhe njëkohësisht me mbështetjen e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ju ftojmë që të na ndiqni në të gjitha rrjetet e komunikimit të Qendrës Konsumatori Shqiptar
në website, në LinkedIn, Instagram apo Facebook. Dhe sigurisht mos harroni, një konsumator informuar është gjithmonë një konsumator i mbrojtur. Na ndiqni në episodin e radhës.